Promovimi i traditave dhe kulturave të bashkive të qarkut të Vlorës do të jenë edhe këtë sezon turistik në projekte dhe vëmendje të veçantë. Këshilli i qarkut në Vlorë ka hartuar planin strategjik që synon të njohë shtetasit shqiptar që jetojnë në rrethet të ndryshme të vendit, në diasporë apo edhe turistë dhe pushues të huaj me produkte tipike të këtyre zonave. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka thotë se nuk do të ketë më investime me ide spontane, por aktivitete të mirëmenduara. Qarku do të financojë aktivitetin shije Delvinjote në muajin gusht, ku banorët e kësaj bashkie do të shfaqin në një panajir produktet lokale. Në Himar do të mbahen 2 aktivitete, ndërsa në qendër do të jetë zhvillimi i turizmit. Do të vazhdojnë jo vetëm këtë vit, po unë garantoj që do të vazhdojnë çdo vit dhe shumë vite edhe më mbas, pasi kjo tashmë është e bazuar në një strategji. Ne vjet miratuam më në fund një plan strategjik të promovimit të produkteve tona, cilat janë që nga produkte kur flas që produktet lokale tipike që janë në agrobujqësi, por dhe produkt kur flasim këtu dhe për turizmin nëse e shikojmë si produkt. Dhe pikërisht në këtë strategji jemi të bazuar kur nuk ka më investime me idera të lindura spontanisht, por ka investime të mirë menduara dhe aktivitete të mirë menduara të cilat në fund fare do të kthejnë mbas diçka. Dhe pikërisht në këtë plan bazohen gjithë aktivitetet tona, të cilat do të vazhdojnë edhe këtë vit. Normalisht ne do të vazhdojmë të financojmë projektin ose më saktë aktivitetin shije Delvinjote, që realizohet në muajin gusht dhe mbledh pothuajse jo vetëm banorët e Delvinës, por gjithë rrethinave dhe të bashkive përreth, Finiqit, Sarandës e tjerë, por edhe gjithë të ardhurit, pra gjithë ata që kthehen emigrant, dhe është një aktivitet shumë i mirë, pasi nuk është thjesht një koncert, po është një aktivitet ku gjithë banorët atje shfaqin produktet e tyre lokale dhe unë juftoj të vini ta shikoni se është jashtëzakonisht aktivitet i mirë. Po kështu do të vazhdojmë në bashkinë e Himarës këtë vit me një kërkesë të asaj bashkie që edhe qarku të jetë prezent. Do të vazhdojmë me 2 aktivitete. Për herë të parë zhvilluam vjet në Vunon, fshatin Vunon, në kishën e vjetër, në ambientin e kishës së vjetër, një koncert klasik shumë i bukur, pikërisht në muajt e verës, ku edhe interesi i turistëve është jashtëzakonisht i madh, do të kthehet në një traditë. Por aktivitetet me mbështetjen e Këshillit të Qarkut pritet që të fokusohen edhe në bashkinë e Selenicës, duke vijuar me festivalin e Kotës, por edhe me festën e Drashovicës. Kjo e fundit do të mbahet në 2 ditë. Po ashtu, sipas kryetarit të Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, aktivitetet promovuese do të zhvillohen edhe në territorin e Bashkisë së Vlorës. Festivali tipologjik i folklorit në Konispol do të jetë gjithashtu prezent gjatë këtij sezoni veror për të promovuar edhe aty kulturën e traditën. Do të vazhdojmë pastaj në bashkinë e Selenicës, kur nuk kemi munguar si në festivalin e Kotës, ku ishim prezent këtë vit bashkëfinancues, por dhe në festën e Drashovicës, e cila ka filluar dhe që nga ky vit do të bëhet në 2 ditë, pra u rikonceptua nga bashkia, duke vazhduar pastaj në bashkinë e Vlorës, në bashkinë e Himarës përsëri me një Color Wave, që është një lloj festivali, që do të kthehet dhe pretendojmë ta kthejmë në një traditë në çdo bashki. Pra do të jemi prezent atje ku kemi mundësi të promovojmë kulturën dhe traditën tonë. Konispolin nuk duhet ta harroj, me festivalin e Konispolit, festival që mbledh gjithë rajonin, pra festivali tipologjik, folklorik. Kështu mendojmë që të jemi prezent në çdo bashki.